qysh njihesh ti në këto momente, kur e din që ndoshta për shkak të trajnimeve që i kanë majt, edhe janë avancu edhe tjerë, qysh njihesh ti si Fidajem? Zona është një ndjenjë jashtëzakonshme për shkak që ti si trajner, një gjë që më pëlqen mua jashtëzakonisht te ky profesion është që ti gjatë çasoj periudhe trajnimit ti ke mu familiarizu me qëta persona. Domethënë keme pas jo vetëm puna të mbrana orarve që ki gjatë trajnime, po keme pas edhe interakcione ndryshme. Keme pas interakcione rreth ndarjes përvoja, certikan, keme pas ndoshta raste shumë qesharake mbrana që me qenë se veç familiarizohesh me ata persona, janë ata dhe shumë më të lirë me tregu gjana që dalin nga herë edhe prej temave trajnimit. Po që unë mendoj që ajo i ndihmon shumë frymës punës ato mbrana.